I super menjëhershëm. Nuk, thjesht ishte fakti që nuk më bëri sens fare që në situatën tonë të fliste një Edis që është literalisht bisht i fshesës dhe ka ligësin që unë nuk e kam përjetuar do njërë një jetën time nga një njëri. Dhe të më vija ajo mua, të më bide presion psikologjik, të më shty dhe dorën, dhe pasaj të futës aty brenda të thot, po se po ma shuan të cigare në balë, po jo edhe ja thash, po, dhe aty bëra shumë gabim dhe ky është një gabim dhe mia, i thash, nuk ta shuajta, po herën tjetër kam për ta shuajtur cigare në balë. Mund të quhet si kërcenim, gjë që unë s'do e bija kur se s'kam gërvishtur kur një femër një jetën time, jo më të bien më shumë në nivelin e saj, po imagjino ku më nxori ajo mua. Mirë të më bëhet, e kam vetë fajin edhe nga sot, nga ky moment, di si e menaxhoj prapë. Hajde, nuk ka gjë. Nuk është gjë për tu... Mos harroj që është niveli me cilin ti po prezantohesh. Se do në kam bërë shpesh. Do ti me siguri e para dhe jashtë. Kam pas momente super të nxehta këtu brenda. Asun se kam për natyrë. Ja, ma nuk hyra për të treguar veten ashtu. Të vi një rrugaqe të nxjerr ashtu nga vetja është tjetër që është, nuk e di do me thënë, nuk e di. Më vjen aq i natë sa nuk e ke iden. Nuk e nevoj fare, besom që s'ka lidhje fare, je shumë në rregull, je në rregull. Do ndodhi këtë brenda. O Nicole, o Trit, do ndodhi këtë brenda se s'bën, se Big Brother është kë. I know, po nuk jam unë ajo, dhe më vjen shumë i natë me veten. E ti që nuk e ti, I natin e pare ka me veten time. E din gjithë njerëzit që nuk e ti. Rije qetë dhe mos e mundo vetën tënde. Të gjithë e din nga ta që të kam parë se sa e ndryshme edhe se çfarë lloj personi je. Kështu që rije qetë. Nuk ke nevojë. Ti s'dua të lihet babi keq, më falë se do gjë. Më falë se kisha cigare kështu edhe nuk e dija. Sorry. Asnjë gjë s'më bëre. Babi nuk ndihet keq fare. Ndihet keq që ti do të përballesh me këtë lloj niveli të shumtuar. Edhe ma tha që para se të futesh ai e sigurt që do të merresh me njerëz të tillë.